Pse nuk po marrin pjesë një pjesë e caktuar, do thonë kanë vullnet për ndryshim edhe se s'po marrin pjesë. Ka Fidan është një fenomen deçan që unë kam marrë shumë takime para fazës fushatës me shumë njerëz, me shumë lagje, në shumë familje mirë, por nuk i kam ekspozuar në Facebook. Për shkak se në momentin si të ekspozojsh në rrjetet sociale, qytetarët ose takimet, këta pushteti ka me i thirrë dhe ka me i marrë në pyetje në format ndryshme pse kesh, ka po bën, pse po shkon atje. Domethënë është e kanë një farformë kështu që na dashur me pas edhe një super kujdes ai sa i përket kësaj pjese. Po çfarë presion është sot me në Deçan po. Në komuna tjera nuk munda për me thonë mirë, po në Deçan është shumë e theksuar presioni. A penalizon kjo? A ke arrit mushtrimu pa nëse dikush heziton ose për shkak presioneve nuk guxojmë të taku me LDK-n? A ke arrit me s'u deri aty ku do mesazhe, me shpërndu mesazhin krejt? Mesazhin ata që kanë hezituar në këtë farë pjesë, unë jam taku me ta, kam kërku besimin, edhe besoj që do ta marr besimin e tyre mirë, por nuk i kam ekspozuar në rrjetet sociale. Edhe unë do të 2025 me të bëj dikush presion pse taku me ato. Ndodh Fidan kjo, në Deçan ndodh kjo, nuk është diçka që unë po them këta mund është edhe me verifikuar në forma tjera, kjo është më së evident në Deçan.